Një aksident është shënuar në aksin rrugor që lidh Shkodrën me Koplikun. Rreth orës 9:20 në aksin rrugor Koplik-Shkodër, shtetësi me inicialet MF duke drejtuar automjetin, dyshohet se ka humbur kontrollin dhe përpasoi automjeti është përplasur me biçikletën, me të cilën lëvizte shtetësi me inicialet AH 69 vjeç. Si pasojë është dëmtuar shtetësi me inicialet AH, i cili ndodhet në Spitalin Rajonal Shkodër nën kujdesin e mjekëve. Policia ka nisur hetimet lidhur me këtë aksident. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër ndaluan shtetësin me inicialet KL 23 vjeç banues në Shirok, pasi dyshohet se ka vjedhur motorin në një varg e peshkimi në pronësi të shtetasit me inicialet SB. 23 vjeçari ka qenë i shpallur në kërkim për veprën penale e largimit burgosurit nga vendi i qëndrimit, pasi ka thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi. Ndërkohë, oficierët e policisë gjyqësore arrestuan shtetësin me inicialet AK 21 vjeç banues në Shkodër, pasi ka kundërshtuar punojësit e policisë së rendit publik për shkak të detyrës. Ata referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetësin me inicialet RK 66 vjeç banues në fshatin Rend, pasi nga kontrollet me shërbimet e OSHE konstatua lidhje e paligjshme energjisë elektrike në banesën e saj. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë VAU Idejës referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetësin me inicialet DG, banues në fshatin Paqram dhe shtetësin me inicialet HG, banues në fshatin Kosmaç, pasi nga kontrollet me shërbimet e OSHE u konstatuan lidhje të paligjshme të energjisë elektrike në banesat e tyre. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetësin me inicialet NG 41 vjeç, banues në Shkodër, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Materialet procedurale ju referuan në prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.